Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Si të zhdukim rrudhat për një ditë, kjo maskë me kafe do ju befasoj. Kujt i nevojiten maskat e shtrenjta për fytyrë, kur mund t'i përgatisim lehtësisht në shtëpi me metoda alternative. Kafja është shumë e mirë për lëkurën pasi e pastron dhe e bën më të shëndritshme. Ajo është ideale për të gjitha llojet e lëkurës. Për përgatitjen e kësaj maske nevojiten gjysmë filxhani kafe të bluar organike, gjysmë filxhan me pluhur kakao, një filxhan qumësht, një lugë gjelle lëng limoni. Për lëkurë të thatë provoni vaj ulliri ose bajame dhe një lugë gjelle mjalt. Përzijeni kafen e bluar me pluhurin e kakaos në një enë. Shtoni qumshtin dhe përzijeni mirë derisa të formohet një pastë. Shtoni lëngun e limonit dhe mjaltin. Aplikojeni në fytyrë dhe lëreni të thahet deri në 20 minuta. Në fund, lajini fytyrën. Disa nga vetit kuruese të kafes janë: kafja e pasuron fytyrën me antioksidues. Kafja gjithashtu përmban kafein që mbron lëkurën nga rrezet e dëmshme ultraviolet. Ajo parandalon daljen e rrudhave dhe ruan njëkohësisht elasticitetin e lëkurës. Kafeja është e mirë edhe për eliminimin e celulitit. Rrudhat apo linjat e fytyrës janë treguesi i parë i plakjes dhe humbjes së vitalitetit të lëkurës. Ky mund të jetë një problem i madh tek gratë, por edhe tek burrat është shqetësim. Rrudhat krijohen nga mënyra e gabuar e jetesës, ushqimi që konsumojmë. Geni është gjithashtu faktor i rëndësishëm ndikues. Megjithatë, në ditët e sotme, për shkak të recetave natyrore dhe të ushqimit organik, eliminimi dhe parandalimi i tyre është më i lehtë. Kjo recetë do ju udhëzoj se si të përgatisni një krem 100% natyral në shtëpi, maska me qumësht dhe mjalt. Juve do t'ju duhet një lugë gjelle mjalt dhe gjysmë lugë gjelle qumësht organik të papërpunuar. Përzijeni mjaltin dhe qumshtin për të masazhuar të gjithë lëkurën tuaj. Aplikoni më shumë tek zonat me më shumë rrudha. Prisni për 10 minuta dhe lajini me ujë të vakët. Substancat të cilat ndodhen tek këta ingredient ndihmojnë në thithjen e lagështisë të lëkurës duke përmirësuar elasticitetin e saj. Kjo maskë gjithashtu eviton edhe shfaqjen e rrudhave. Fshehja e moshës është një nga dëshirat e çdo femre. Rrudhat tregojnë në disa raste numrat, por edhe lodhjen tuaj fizike. Ndonjëherë asgjë nuk është më e mirë se bimorja, të cilat gjithashtu zëvendësojnë produktet kozmetike. Maska në fjalë ka nevojë për vetëm 2 përbërës, mjalt dhe qumësht. Mjalti është një ilaç natyral për lëkurën dhe shumë efikas edhe në trajtimin e rrudhave. Përbërësit janë 4 lugë gjelle qumësht pluhur, 2 lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle ujë të ngrohtë. Bashkoni ujin e ngrohtë, mjaltin dhe qumësht pluhurin dhe përzijeni mirë derisa të formohet një pastë. Aplikojeni këtë masë të përgatitur në fytyrë duke shmangur pjesën e gojës dhe të syve. Më pas, lagni një peshqir të vogël me ujë dhe lajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Duhet që ta përsërisni këtë masë një herë në javë dhe të merrni rezultatet që gjithmonë keni dëshiruar. Kjo maskë e hidraton lëkurën tuaj dhe e bën atë që të jetë më e butë dhe më e shëndetshme. Kështu ju do të parandaloni edhe daljen e rrudhave. Sa herë që qeshni, shprehni një emocion apo qëndroni shumë në diell, një vijëzim i ri shtohet në fytyrën tuaj. Ky proces është sa natyral, aq edhe shfaqet me kalimin e moshës, aq edhe i sforcuar nga faktorë të jashtëm, por i menaxhueshëm. Në qoftë se ju doni që të ngadalsoni rrudhat e tepërta në fytyrë, mjafton të hidhni syt nga vitaminat natyrale dhe njëkohësisht ne këtu do t'ju udhëzojmë që të përdorni këto receta natyrale në mënyrat më të thjeshta të mundshme. Trajtimi me kosë dhe karrotë.
Ky trajtim është i pasur me vitaminë C që lufton plakjen, beta-karoten dhe acidin laktik. Bashkimi i të gjithë këtyre mineraleve dhe vitaminave njëkohësisht bashk i jep fytyrës tuaj të gjithë mundësinë që ajo të rigjenerohet. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një karot, 5 lugë gjelle kos dhe gjithashtu një lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja: si fillim qëroni karotën dhe priteni në radhë të vegjël, hidheni ato në mikser bashkë me përbërësit e tjerë dhe përzjeni. Bëjeni këtë derisa të formohet një pastë kremoze dhe pa kokriza të mëdha. Dhe njëkohësisht vendoseni në fytyrë në darkë në zonat tuaja më problematike dhe lëreni që të veproj për 30 minuta. Në fund e shpëlani fytyrën tuaj me ujë të vakët dhe lyeni me një krem hidratues. Këtë trajtim këshillohet që ta kryeni çdo natë para gjumit, ndërkohë që pastën me kos ju mundet që ta ruani në frigorifer deri në 2 ditë. Trajtimi me kos dhe aloe vera. Vetitë rigjeneruese freskuese të përbërësve të këtij trajtimi janë idealet për të larguar lodhjen dhe rrudhat nga fytyra juaj. Antioksidantët, ujë dhe fibrat natyrale që përmbajnë janë idealet për lëkurë të freskët. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë kastraveci, 5 lugë gjelle gjel aloe vera, 2 lugë gjelle vaj kokosi. Përgatitja: në një mikser hidhni kastravecin e qëruar dhe të prerë, gjelin e aloe verës dhe vajin e kokosit. Përzjeni me shpejtësi të gjithë përbërësit derisa të formohet maska e një trajçme dhe më pas vendoseni mbi fytyrë. Lëreni të thahet për plot 40 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë. Këtë trajtim këshillohet ta ndiqni të paktën 3 herë në javë. Trajtimi me majdanoz, mjaltë dhe limon. Majdanozi është një nga produktet që do t'ju ndihmoj më shumë me fytyrën. Është i pasur gjithashtu me vlera të cilat rregullojnë pH-in e fytyrës dhe promovon edhe prodhimin e kolagjenit. Përbërësit që do t'ju duhen janë 3 deg majdanoz dhe 5 lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle lëng limoni. Përgatitja: shtypni në një enë majdanozin dhe bashkojeni së bashku me mjaltin dhe limonin. Vendoseni kremin e formuar mbi fytyrë dhe lëreni të veprojë për plot 20 minuta. Më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të bollshëm. Ky trajtim rekomandohet të përdoret vetëm para se ju të shkoni për të fjetur. Trajtimi me mjalt dhe gjithashtu me të bardhë veze. Ky trajtim me vetëm 2 përbërës do t'ju ndihmojë të pastroni dhe të tonifikoni fytyrën tuaj. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 5 lugë gjelle mjalt dhe 1 e bardhë veze. Përzjeni mjaltin me të bardhën e vezës dhe më pas vendoseni atë mbi fytyrë. Lëreni këtë maskë për të paktën 30 minuta dhe më pas shpëlajini fytyrën tuaj me ujë tepër të ngrohtë. Këtë trajtim rekomandohet edhe që ta bëni të paktën 3 herë në javë. Sipas ekspertëve, këto maska nuk kanë efekte anësore dhe për më tepër nuk shkaktojnë as edhe një reakcion alergjik, por duhet të keni parasysh, nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!